Ku jetojnë shpirtrat pas vdekjes? Duhet thënë se shpirtrat, në vendqëndrimin e tyre në berza, kanë dallim të madh. Disa nga ata janë në lartësitë më të larta, në shoqërinë më të lartë, e ata janë shpirtrat e pejgamberëve, paqja e Allahut qoftë me ta, dhe ata dallojnë në pozitat e tyre, sikurse i pa i dërguari alayhi salam në natën e Isras. Disa nga ata janë në brendësinë e disa shpendëve të gjelbër, të cilët shëtisin nëpër xhenet ngado që dëshirojnë. E ata janë shpirtrat e disa shehidëve e jo të gjithëve, sepse disa shpirtrat të shehidëve ngujohen në derë të xhenetit si shkak i ndonjë borxhi apo diçkaje tjetër, sikurse transmetohet nga Muhamedi ibn Abdullahu ibn Xhashi, se si një njeri erdhi tek i dërguari alayhi salam dhe tha: "O i dërguari i Allahut, çfarë do të kem nëse vritem në rrugë të Allahut?" I tha: "Xhenetin." Por pas e u largua, i tha: "Përveç atyre me borxh, për të cilët Xhibrili më tregoi tani." Disa nga ata janë të ngujuar në derë të xhenetit, sikurse thuhet në këtë hadith: "E pa shokun tuaj të ngujuar në derë të xhenetit." Disa nga ata janë të ngujuar në varret e tyre, sikurse transmetuan për pronarin e Batanijes, i cili e vodhi atë dhe pastaj ra shahid, e njerëzit për të thënë: "Urime, i qofti xhenetit." Por i dërguari alayhi salam tha: "Pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Batania të cilën ai vodhi, i ndizet zjarr në varrin e tij." Disa nga ata vendqëndrim kanë derën në xhenetit, sikurse u thënë në transmetimin e Ibn Abbasit, Zoti qoftë i kënaqur me të. Shehidët janë në buzë të një lumi, në derë të xhenetit, në një kube të gjelbër, dhe atyre u vjen ushqimi nga xheneti mëngjes e mbrëmje. Kjo nuk është ngjashme me Xhafer ibn Ebi Talibin, të cilit Allahu ja zvendçoi dy duart e tij me dy krah, me të cilët fluturon në xhenet nga do që dëshiron. Disa nga ata janë të ngujuar në tokë. Nuk është ngritur shpirti i tij në shoqërinë më të lartë, sepse ishte shpirti i ulët toksor. Kurse shpirtrat toksor nuk mund të shoqërojnë shpirtrat e lartë, sikurse nuk mund të shoqërojnë në dynja, e shpirti i cili nuk ka përfituar në këtë dynja njohurinë e Zotit të tij, dashurinë për të, përmendjen e tij, shoqërimin me të, afrimin tek ai, dhe ai ishte shpirt toksor i ulët. Pas ndarjes nuk ka mundësi të gjendet përveç se aty, sikurse edhe shpirti i lartë, i cili në dynja vazhdonte në dashurinë e Allahut, në përmendjen e tij, në afrimin tek ai dhe në shoqërimin e tij. Kështu që pas ndarjes nga trupi bashkohet me shpirtrat e lartë që i përshtaten atij. E njeriu do të jetë me atë që e do në berza dhe në ditën e Kiametit. Allahu i madhëruar i shoqëron shpirtrat mes njëri tjetrit në jetën e varrit dhe në ditën e ringjalljes, sikurse është përmendur në hadith. Ai e vendos shpirtin e besimtarit të mirë me shpirtrat e mirë, që janë të njëjtit lloj. Pra shpirti pas ndarjes nga trupi bashkëngjitet të llojit të tij, vëllezërve dhe atyre që punuan si ai dhe qëndron me ta. Disa nga ata shpirtra ndodhen në zjarr, disa shpirtra janë në një lumë prej gjaku, ku notojnë dhe han gur. Pra shpirtrat, qoftë ata të lumtur, qoftë të palumturit, nuk kanë vendqëndrim të njëjtë, por disa janë në lartësitë më të mëdha dhe disa janë toksor, të ulët, nuk ngrihen nga toka. Nëse ti i vështron me kujdes hadithet dhe gjurmët në këtë kapitull, dhe nëse ke interesim të mjaftueshëm, do ta kuptosh argumentin e kësaj. Asesi mos mendo se citatet e sakta që janë përmendur në këtë kapitull kanë kundërthënie ndërmjet tyre, sepse të gjitha ato janë të vërteta dhe përforcojnë njëri tjetrin, por çështja ka të bëjë me të kuptuarit e tyre dhe me njohjen e dispozitave të shpirtit, dhe se ai ndryshon nga trupi. Edhe pse ai është në xhenet në qiell, ndërlidhet me fushën e varrit dhe trupin e tij në të. Ai lëviz, bartet, ngrihet dhe zbret me shpejtësi të madhe, sepse ata ndahen në shpirtra të liruar, të ngujuar, të lartësive dhe ultësirave, sepse ata pas ndarjes mund të jenë të shëndosh, të sëmur, të kënaqur, të begatuar, të dënuar në një gjendje më të madhe se sa atëherë kur ishin në trupa. E sa shumë i përngjan gjendja e tyre në këtë trup gjendjes së fëmijës në mitrën e nënës dhe gjendjes së tij pas daljes nga trupi, në krahasim me gjendjen e fëmijës me rastin e daljes nga mitra e nënës në këtë botë. Zotin e gjithësisë e lutim që të na bëjë prej atyre shpirtrave, të cilët pas vdekjes do të jenë në xhenetet e larta.